Rrezikohet fitoria e Partisë Socialiste në Tiranë nga mungesa e Eron Veliajt? Apo janë marrë masë për zëvendësimin e fuqive? Po kjo u pazhe që kur zoti Rama e zëvendësoi me 3 kamalecë të tjerë. Po opinioni publik po flas. Po unë them që atë me që the u fa, po them dhe unë po jo, në rregull. Të 3 kamalecat që janë vënë nuk vlen sa Eron Veliaj, mendoj unë. Ka të drejta për këtë fjalë. Po sigurisht. Ti mendon që energjia Eron Veliaj krahasohet me Margareta Manasiliu? Shiko, po nuk është... A ti mendon që energjia e zonës Piropari... Jo, energjia e Edi Ramës po në kryet listës Tiranës. Po mi pa Edi Rama është tjetër, po flasim për këto kamalecët. Edi Rama nuk është kamalec. Kamalecë në kryet listës Tiranës. Po të nisë për kamalec... Po me që thamë se unë ato e në zonja nderuara. Sigurisht që Erioni ka patur një potencial shumë të fort edhe për shkak të punëve që ka bërë në Tiranë, edhe për shkak të eksperiencës që kishte krijuar dhe karrierës shumë të mirë që kishte në Bashkinë e Tiranës, por edhe për këtë faktin që Erioni ishte kthyer në një, mbas edhe për një rrezik për të qenë një lider në Partinë Socialiste. Dhe lufta që Erioni bëri ose fushata që Erioni nisi, mbase unë mendoj që ishte pak më herët, sepse e nisi nga dyert e Spakut. Dhe duke qenë se Erioni e ka këtë pozitë ligjore në kundravajtje, le të themi, me çdo parim tjetër që ka Partia Socialiste, ne duhet të themi që Rama i fiton zgjedhjet, jo vetëm për shkak sepse Erioni iku tani, sepse Rama se ka nikë dhe të tjerë, zhej. I ka ikur teoria konspirative që thoshte që Erioni do mërzitë me Ramën, do punon kundër Ramës, këtë bie atë. Nuk ka asnjë grupim sot në PS që është për Veliajin dhe kundër Ramës. Po që ka 9 deputet në ky, tani këtu e keni janë prapë listë hapur o zhej, po luftojnë për veten e vet. E keni haruar të skenarin që nuk i kemi harruar. Ata që fleti janë gjithë listë hapur, janë sot më të motivuar se kur të mbijetojnë personalisht për vete dhe për Erion Veliajin.